Pas ditën e së dielës, në studion e emisionit e Diela Shqiptare, u trajtua ngjarja tragjike e 6 tetorit, ku i riu Elvis Shkambi qëlloi në salën e gjyqit gjyktarin Astrid Kallaja, pas vendimit që ky i fundit mori kundër familjes së 30 vjeçarit, sa i përket një prone për të cilën po luftojnë me breza. Avokatja Eni Çobani, e cila një vit më parë, pikërisht më 6 tetor 2024, priti në studio John Shkambin dhe banorët që jetojnë në shkollën e rezervave në Shkodër, bëri një përmbledhje të gjatë të historisë së 33 vjeçare të konfliktit të pronësisë, e cila sipas saj daton që prej vitit 1992 dhe është zvarritur prej dekadash në përdyert e institucioneve. Çobani rrëfeu se familja Shkambi, stërgjyshi i Elvis Shkambit, Binak Shkambi Pietraj, kishte fituar pronësinë mbi shkollën e rezervave në Shkodër. Çfarë ndodh në vitin 1994? Binak Shkambi, gjyshi i John Shkambit dhe stërgjyshi i Elvis Shkambit, që kreu dhe ekzekutimin e rënë ndaj gjyqtarit të nderuar, u bë pronar. U bë pronar me çfarë? Pikërisht me një dokument ligjor, vërtetimin e faktit juridik pranë gjykatës së shkallës së parë Shkodër me gjyktar Arben Zefin. Binak Shkambi Pietri është pronar i ligjshëm i kësaj prone dhe vendimi i Shkodrës është marrë më 31 tetor 1994, rrëfeu Çobani. Ajo vazhdoi me kallvarin e gjatë të familjes Shkambi, të cilët megjithse dispononin disa dokumente dhe kishin fituar disa vendime gjyqësore për pronësinë, nuk arritën kurrë t'i zbatonin ato. Sipas avokates, John Shkambi në vitin 2012 është paraqitur në Ministrinë e Financave, së bashku me një përfaqësues të Bashkisë së Shkodrës dhe ka blerë përfundimisht godinën duke paguar 160 milion lekë të vjetra. Që prej asë kohe, a i kërkon lirimin e godinës. Mirëpo familjet që jetojnë aty dhe që dispononin vetëm një kontratë qiraje 1 vjeçare, nuk pranojnë të dalin nga shtëpitë e tyre. Për këtë arsye, avokatja ka kërkuar një reagim nga Bashkia e Shkodrës me qëllim për të hedhur dritë mbi këtë kontratë dhe për të skaruar nëse ende merret qira nga këto familje. Në vitin 2012 kanë shkuar në Ministrinë e Financave për ta blerë, sepse ka qenë objekt shtetëror dhe njëkohësisht me përfaqësuesin e Bashkisë Shkodër, që kryetari i asaj kohe ka qenë Lorenz Luka. Të gjithë këta protagonistë të kësaj historie 30 e ca vjeçare duhet të dalin dhe të flasin. Dhe çfarë ndodhi pas kësaj? John Shkambi e ka tjetërsuar përfundimisht në favor të familjes së tij me 160